humbje me këtë lëvizje që bëri Abdi Xhiku? Po ky është një koalicion, po flas pra koalicioni Vjosa Osmani Erdemir Abdi Xhiku, është që ju e keni cilësuar gjithmonë Abdi Xhikun si Lul Bashën e Shqipërisë, Partisë Demokratike. Sigurisht Lul Basha 2.0, ai është, kështu që mirë po Lumiri për ta rehatuar veten dhe për përqendru në pushtet edhe për 4 vite në krye të LDK-s, ai e ka marrë zonjën Osmani sepse është e vetmja zonja Vjosa Osmani që mund të arrijë sa do pak lidhjen demokratike të Kosovës. Pra, kujtojmë që pas zgjedhjeve të fundit, pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, Lumiri kishte dhënë ndërheqje dhe kishte shkuar në vetbesim nga anëtarët e LDK-s dhe me pak vota, diku me 30 anëtarë gjithsej e kishte tejkalu, pra me një diferencë jashtëzakonisht të vota, diku 40% anëtarëve të LDK-s aktualisht nuk e besojnë zotrin Abdi Xhiku dhe kërkojnë shkarkimin e tij. Dhe Lumiri tashmë zonjën e ka marrë për të rritur lidhjen demokratike të Kosovës dhe për dalë para këtyre oponentëve të brendshëm, sidomos dhe për, si thuaç, për ta pas glamurin e një ngritjes së partisë dhe për të thënë që unë po qëndroj në parti sepse e kam rrit dhe nuk kam asnjë arsye të jap dorëheqje. Ndërsa Vjosa nuk ka pas asnjë alternativë tjetër. Pra, në vetvendosje nuk guxoj të dilën vetë. Edhe te Kurti vajtu, edhe këtu vajtu fut në sjetull. Vjosa Osmani po ta kishte sigurt që do ta kalonte vetëm progën, ai do shkonte vetëm. Po nuk e ka pas besimin se vetëm ajo as 2% nuk e ka lënë. Për 2 arsye të vetme. Spari nuk ka struktura të organizuara. Vjosa. Dhe e dyta, me lëvizjet e saj, me insistimin e saj për qenë patjetër presidente, ka të shpruar një pjesë të madhe të atyre mbështetësve që ka pasur. Sepse të kujtojmë që pavarësisht që zotri Kurti ka marrë disa kritika që nuk e ka nominu Vjosën për arsye që ka bërë disa punë të mira si presidente, gjithsesi zotri Kurti nuk e ka pas me detyrim për ta bërë Vjosën Osmani. Edhe Kosova nuk e ka detyrim asgjë Vjosa Osmanit për ta bërë një presidente. Pra, Vjosa duhet me garu mirë, po jo me insistu që e ka Kosova situash i ka bërë qasoj diçka. E ka kryer 5 vjet, një mandat 5 vjeçar me të mirat dhe me kritika që ka pas, por në gjykimin tim ka pas më tepër on pozitive. Mirë, po atë duhet ta lë si kapital politik, jo për ta përdorur si argument për të insistuar, sepse kjo mund t'i kthehet bumerang. Vjosa shumë më mirë do të ishte sikur që thonte, në rregull, nuk pat vota për mua, unë tërhiqem dhe kështu do ta kërkonte koha Vjosën pastaj. Brenda një kushit kur koha do ta kërkonte vet. Po derisa kjo po e kërkon kohën, unë kam përshtypje që koha po ecë dhe do të bie si thuaç disponimi qytetar për ta votuar Vjosën, sepse në elektorat është duke u parë thjesht si një si thot populli, një person që me çdo kusht kërkon pushtet, pra jetur për pushtet. Vjosa nuk do duhet ta pasiononte këtë tek qytetar, pra që është, po themi, një maniake presidenciale, kuptimin që dëshiron me çdo kusht jetë presidente. Pra, në këtë kuptim Vjosa mendoj që e ka humbur të rruan edhe e ka humbur rrugtimin e saj. Është dash gjykimin tim është prap të jep të kontributin e saj për të zgjidhur një president tjetër, sepse pas 5 vite prap koha do ta kërkonte Vjosën dhe se kujtojmë që Vjosa është ende re 43-44 vjeçare, kështu që ka kohë politike të mjaftueshme për të bërë presidente. Nuk ka qenë e detyrueshme me një herë, sepse një mandat e ka të lejueshëm për të zgjedhur presidente, kështu që mendoj që ka humbur edhe me pak fjalë besoj që është duke humbur më tepër vota në terren sa është duke fituar, pavarësisht se duke bërë disa prezantime, gjithsesi ato janë shumë pak krahasuar me elektoratin që nuk e ka dikët familjes të kandidat për deputet ose diçka tjetër. Kështu që me pak fjalë për ata që na dëgjojnë, do të ishte shumë e qartë ta kuptojnë që Vjosa popularitetin e saj që ka pasur deri para një muaji me koalicionin që ka bërë me zotrin Abdi Xhiku, vetëm se do të arrisë lidhjen demokratike të Kosovës, mirë po jo mjaftueshëm sa besojnë as për dalë vendin e dytë. Kështu që do të jetë shumë, do të rrezikojë shumë dhe në të ardhmen do të humbas shumë në aspektin elektorat, pra do ta humb bazën që e kam mbështet atë tradicionalisht. Faton, sigur e kam thënë dhe herë të tjera ju e njihni mjaft mirë LDK nga brenda. Tani si situata me grupet aty? Se pam që Agim Veliu nuk pranoi që të sigurisht Hikmet e Barjamin e zvriti.
Më të votuarën, gruan më të votuar. Po këto nuk ka parime. Kjo është një parti politike që s'ka parime, ka pazare. Pra, Vjosa ka vetë 20 dhe ka vënë kushte. Pra, që në mesin e 10-ve t'i ketë spoko, ajo gjysmën e vetë, gjysmën e saj. Kështu që i ka fut 5 persona që i ka sjell Vjosa. Kështu që Vjosa ka orë me disa kushte atë, sepse Lumiri ka qenë i detyruar, i kryqëzuar për ta pranuar Vjosën me çdo kusht që ajo do të propozonte. Për kjo vetëm për një arsye që Lumiri për ta mbajtur karrigën e kryetarit LDK-s. Sepse edhe nëse nuk do të shkonte Vjosa, Lumiri do të binte akoma më poshtë dhe nuk do të kishte më asnjë justifikim për të qëndruar në krye të LDK-s. Këtë kuptim e ka marrë Vjosën me çdo gjë se ka qenë i kryqëzuar, i detyruar. Dhe Vjosa i ka vënë këtu kushte dhe Vjosa i ka godit persona të cilët ata e kanë kritikuar më së përmi. Kujtojmë zotri Hoti, zonja Bajrami, Agim Veliu, pra kanë qenë persona që e kanë atakuar zonjën Vjosa Osmani më së përmi. Këta janë persona të klanit të Isa Mustafa.